Shikoni këtë foto. Në sipërfaqe duket shumë bukur. Njerëzit shkruajnë respekt se kjo ndodh vetëm në shqiptari. Ja sa bukur, harmoni fetare. U Peshkvi fton hoxhat në iftar. Jo në shtëpinë e tij, por në katedralen e Prishtinës. Nuk e fton në darkë, por në iftar, që është darka e agjerimit e muslimanve në Ramazan. Kur kanë fillua iftarin, a thua ka fol U Peshkvi ezanin, se duhet mu fol ezani? Vetëm në islam i thonë agjerim kur festojnë krejt natën. Thonë agjerim, por është në fakt një ngopje me ushqim, ku hajnë ton natën, e shpenzojnë ma shumë ushqim se gjatë kohe kur nuk agjerojnë. Kjo është mister, si mundën me tha agjerim, e me hangër ma shumë, e me shpenzua ma shumë, me ble ushqim. Atër ta shpritë që hoxha me ftua prifta të pretën e male, me festua vdekjen e Krishtit, pas agjerimit që i bajmë na për 14 dit, me iftua me festua vdekjen e Krishtit, edhe se islami nuk beso se Krishti ka vdek në kryq. A kuptoni tash sarkazmin e absurditetin? Atë çka është mendimi im? Ashtë kjo e bukur. A kam respekt për veprën e U Peshkvit? Unë ftoj musliman për qef, për darkë në shtëpinë time. E bëj këta si shenjë miqësie dhe mëshire që na mëson Jezusi, i cili ka hangër me çdo njeri, e ka dashni çdo njeriut. E bëj këta me qef, shumë bukën e kom hangër nga duart e muslimaneve, në shtëpiat e tyne, por edhe ata në shtëpinë time. Por ja opinioni im për iftarin në katedral, ja çka mendoj unë. E di se dhe kur t'i japte gjithë faktet me referime, kanë me tha se unë jam urryes e përçarës. Por se pakti unë jam i sinqert e folji haptas ata çka kom në zemër. E jo si këta prisa fetar që bushqeshin në ftyrën e njëri tjetrit, por s'kan dashni në zemër për ta. Prifti që nuk dëshmon të vërtetën hoxhës, apo katoliku që nuk dëshmon të vërtetën muslimanit, se shëlbimi vjen vetëm nga Jezusi, nuk i don ata, as nuk ju dëshiron shëlbimin dhe mbretërinë qellore. Do me tha janë veprat e kota, se nuk i duan, nuk i respektojnë. Nuk kam asnjë problem me u shoqënua me do njeri pavarësisht nga feja. Nëse është dashni e vërtet, dhe dashni e sinqert. Por për këto takime, nuk kam as pak respekt, se këta prifta nuk frymëzohen nga dashnia, por nga friga, beso se e bojnë këta nga friga. Këta priftrin janë qyqe dhe frigacak. Këta nuk kanë kurriz në shtëpinë, dhe në fakt nuk i respektojnë musliman, si respektojnë kur nuk ja shpallin vërtetën. Në fakt këta bojnë tekia si pas mesimit e islamit, ku lajohet me rejndër sy e me fshe të vërtetën e zemër. Në islam kjo lajohet, por nuk lajohet e njekësit e Krishtit. Ja si mëson Kurani me ba takia. Besimtarët e mos i miqësojnë mos besimtarët. E ti len anash besimtarët. E kush ban ata, ai nga feja Allahut nuk ka asgjë. Përveç nëse është për qëllim ruajtja prej të keqes së tyre. Allahu u tërheq vërejtjen me dënim prej tij, pse vetëm tek Allahu është e ardhmja. Do me tha muslimant nuk duhet të miqësojnë jo muslimant, përveç me ruaj nga keqja e tyre. Kjo mundet me u interpretua e me u përdor në shumë mënyra. Mundet me u përdor në luft, apo me ruaj punën.
Një ditë kërkonte një djalë debat me mua, por tha nuk dua me dal me foto se kom klienta katolik. Tha ç'tikja ke i sinqert, don me tha ndërsy mire bukur e në zemër të urren. Bën takia që me fitua dollar, mani. Këta ka mësua pra Muhamedi. Ja si komenton Ibn Katiri këtë varg të Kuranit. Allahu tha, më pas, përveç nëse është për qëllimin ruajtja prej së keqes, që do të thot përveç atyre besimtarve që në disa zona ose kohë frikësohen për sigurinë e tyre nga jo besimtarët. Në këtë rast, besimtarve të tillë u lejohet të tregojnë miqësi ndaj jo besimtarve e nga jashtë, por asnjëherë nga brenda. Për shembull, Al-Buhariu ka shënuar se Ebu Edarda ka thënë: në bushqeshim në fytyrën e disa njerëzve, edhe pse zemrat tona i mallkojnë ata. Al-Buhariu ka thënë se El Hasani ka thënë: takia lejohet deri në ditën e Kiametit. Këto takime pra janë takia. Këta njerëz veprojnë sipas mësimit e Muhamedit. Në bushqeshim në fytyrën e disa njerëzve, edhe pse zemrat tona i mallkojnë ata. Këta ka thënë Muhamedi. Këta tregojnë miqësinë nga jashtë, por jo nga brenda. Kjo lejohet muslimanëve, por jo të krishterëve. Krishti thot, nëse me mohoni para njerëzve, unë do t'ju mohoj para atit tim. Nëse thoni nuk me njihni, ko me tha edhe unë nuk ju njoh ju. Priftat e vërtet janë bë martir e s'kanda me mohua Jezusin me shpetua jetën e tyne, me shpetua jetën e tokë. E deshen Jezusin ma shumë se jetën, e që ka bajnë sot pasardhësit e tyre në katedralin Prishtinë. Nuk ka takia në krishterizëm. Në krishterizëm kjo shikohet si trallti me poshtër. Këta ka ba pra Juda, ka hangër buk me Krishtin, por në zemër ka pasgjell me tralltua. Biblia thot se ishte fut djallin e ta, e frymzon djalli me veprua prikërisht si mëson Muhamedi. Sa interesant, Judën e frymzon djalli me veprua si Muhamedi. Do me tha, qeshin në ftyrë, por në zemrat e tyne në mallkojnë. Ka tha Muhamedi me bën këta. Në fakt, hoxhat në mallkojnë edhe hapta s'kur lutin, e dini ju këta? Nuk di a kanë bën hoxhat lutje në katedral, me në mallkua dit, se kur lutën në mallkojnë. Njerëzit naiv nuk e din këta, se ata lutën arabisht. Por kur lutin surën Fatiha, që ka thone, dhe gjonje me vëmendje, se e fshehun, se djalli i mshe gjanat. Ullzona në rrugën e drejt, në rrugën e atyre, të cilt i begatove me të mira. Jone në të atyre që kundër veti tërhoqen hillrimin, e as në të atyre që humbën vetën. A dëgjot mallkimin, këta që tërhoqen hillrimin janë qifut, e ata që humbën vetën janë të krishterët. Këta është si pas interpretimit e islamit të këtij ajetit. Këta është bukur, mashallah, të vjen në shtëpi e thot se je i mallkuam e ke humb vetën. Tash mendo me shkua priftit e hoxha e me tha: o Zot, të falenderoj që nuk jam si këta musliman që kanë humb vetën e njekin Muhamedin e Veber. Mendo me tha këta prifti, kime kja skandal. Po pra këta në Kuran. Po shumica e priftave nuk i din këto, se s'kan studiua islamin. Janë krejt naiv e mundohen me kja politikan
e jo njerëz që shpallin të vërtetën të frymëzuar nga shpirti shenjtë. Shpirti nuk na ka dhënë, Jezusi na ka dhënë shpirtin e frikës, po shpirtin e vërtetës, vëllezër. Shumica e tyre nuk janë prifta në mënyrën e Malkisedekut, por në mënyrën e Judes Iskariot, që këta të merë, e tërp, e gjunaf. Sot nuk dua me kritikua hoxhat, por priftat katolik, dhe sudo katolik, sepse nuk i duan muslimant nëse nuk u deklarojnë të vërtetën përfundimtare. Nuk ka këtu dashni, nëse nuk dëshmojnë se Jezusi është ulla e vërteta dhe jeta, dhe nuk shkon kushte ati, por veç nëpërmes ti. Nuk ka dashni nëse se dëshmojmë këta. Nëse nuk ju tregojmë këta atyre që se kanë prenua Jezusin, nuk i duam ata. Përveç kësaj, as nuk e duam Jezusin që na ka urdhërua. Lexoni. Shkoni e bëni xhanës të mi të gjithë popujt. Pagzoni në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Mësoni të zbatojnë gjithçka ju kam urdhërua. Jezusi thot, mësoni njerëzit të zbatojnë çka ju kam urdhërua. E disa prifta e katolik që s'kan burni, ju thonë muslimanve, eni me hangër iftar të në. Se kem frikë nga ju, se na bombardoni katedralen. Problemi është se muslimante e vërtet, ata të radikalizuamit, zbatojnë urdhrin e Kuranit me vrajo besimtart, por edhe hipokrit musliman. Ata nëzitën me ba terrorizëm edhe ma shumë, kur shohin hoxhën ka shtihet se miqësohet me të krishterë. Edhe pse Kurani ndaljon që muslimani me pa miqësi me jo musliman. E ndaljon këta Kurani rrepsisht, sura 5, 51. Të radikalizumit për qef jelin bume mbi të krishterët dhe mbi hoxhën që mendojnë se vepron si hipokrit. Këta prifta jo naiv, e ka do edhe ignoranta. Atëheru thonë muslimanve, zbatoni Ramadanin, se çdo sakrific i pëlqen Zotit. Vërtet? Është e vërtet kjo? E pa që thonë Ramadanin e ljetë, po pse me agjerua me patlet? Unë nuk agjeroj me patlet. Kur unë agjeroj me përjetua vujtjet e Krishtit. U thonë, u pranov sakrifica juaj të Zotit, se Zoti pranov çdo sakrific. Jo, kjo nuk është dashni, se këta frymëzohen nga friga. Frigohen me ju tha se vetëm Jezusi shpëton. Dhe sa ai do të vi me gjykua të gjallë dhe të vdekurit, me u tha pajtoni me ato që vjen me u gjykua. Me i pyet këta katolik, a është Muhamedi profeti rem? Thonë po. Por kanë frikë me shpall këta muslimanve, do me thajon të frymëzum nga friga. Ju urojnë Ramazanin, e rem, e gati si me tha, e bojnë të nga friga që me kryua miqësi të rem, se nuk ka miqësi të vërtet, nëse mikut dhe vlaut nuk ja tregon të vërtetën. Ma shumë respekt ka një musliman me i thanë, ke lirin e fes, beso çka ti dëshiron me besua, por unë sinqerisht jam kundra këtij besimi që ka shpall Muhamedi, analfabet, që ka vra e prej njerëz, ka përlunua gra e fëmijë, e mëson me ba marrëdhënie me gjakun e vet, e në fakt e ka veprua këta, kur ka marrë Zejnebin, vajzën e halës, për gruën e vetë, që ka kënë vajza e djallit e ti të adaptuam, do me tha e ka martua lërejnë e vetë. Për kundrazi, një prift u shkrua në Facebook e pranov Zoti sakrificën tuaj. Kjo duket e bukur. Fjalët e bukura kanë thate na,
gurën e strajc. Po si me pranua Zoti një sakrificë që shkon kundra mësimit që na ka dhënë Zoti? Po thonë priftat, këta sakrifikojnë për 30 ditë e nuk hanë. Po, nuk hajnë ditën e ngopën krejt natën. Po ky është festival pagan, e dënohet në Bibël. Si mund një me ju urua këta pra? Jo çdo sakrificë i pëlqen Zotit. Edhe se këta prifta i mashtrojnë, pa me da i mashtrojnë. U thonë e pranon Zoti çdo sakrificë. A ka pranua Zoti sakrificat e romakëve që kanë sakrifikuar Zotit e tyre Dionisit? Apo pagan që sakrifikuan fëmijën e vet për zotat e rrem? A thua i pëlqen Zotit kjo sakrificë? Kush ju ka mësua ju në seminar? Kush ju ka mësua ju teologji? Mos i mashtroni njerëzit nëse jeni ignorant, se Zotit i pëlqen vetëm sakrifica e të birit e tij. Ja çka thot Biblia, kur erdhi Krishti në botë. Tha, flijime e dhurata nuk deshe, por me bëre gati një trup. Çka do të me tha kjo? Bëre gati një trup. Ka bo ati pregaditje për mishërimin e birit e tij, i cili do të zbres në tokë, do të zbres në trup njerëzor me shëlbua njerëzit. Në bestildën e vjetër, njerëzit flijoshin le bashin sakrifica për Zotin, por ato nuk kishin fuqi me shëndrua zemrat e tyre, se ishin sakrifica të përkohshme e vetëm u ndihmonin njerëzve për një kohë e ata prap ktheshin në mëkatet e tyre. Atëherë, prap bashin sakrifica rishtas, e prap e vazhdoshin kështu vazhdimisht. Atër Zoti ju thot, shkrumbimet e kafshëve, le flijimet për mëkate, nuk me pëlqejnë. Nuk i pëlqejnë Zotit këto sakrifica. Ju thot, ju vazhdoni me ba padrejtësi, edhe se vazhdoni me ba sakrifica. Atër çka i pëlqen Zotit, e çka ishte plani i tij me shpëtua njerëzit e padrejt e mëkatnorët? Kjo ishte flija e të drejtit për mëkatet e njerëzve. Flija e birit e Zotit për të cilën ati kishte ba gati trupin. Sakrificat njerëzore që i pëlqejnë atit janë ato sakrificat e cilat na i bajmë për dashnin e Jezu Krishtit. Nëse agjerojmë, e bajmë se ka agjerua Jezusi, le na ka mësua Jezusi si me agjerua. Jo mund gope me tha, po agjerojmë. Po këto fjalë që thonë priftat muslimanve, a pëlqen Zoti i vërtet agjerimin e Ramadanit? Jo, se është në kundërshtim me agjerimin që mëson Jezusi. Nuk i pëlqen Zotit kjo. Muslimanët në Ramadan nuk agjerojnë, por ngopën me ushqim krejt natën. Atëherë nuk hajnë ditën që me hangër ton natën. I shokimi punon ton natën e fjerë ditën. A mundesh me i tha se ai agjeron krejt vitin? Nuk mundesh me i tha. Se ai furnizon trupin me ushqim krejt natën. Atë edhe s'ka nevoj me hangër ditën. Kjo mënyrë dëmton fizikisht, por edhe shpirtnisht. Fizikisht, sa është e dëmshme për shëndet me hangër ton natën, atër na me pushua ditën. E më ngop ton natën. E më gosti ton natën. Është e dëmshme shpirtnisht se veprohet hipokresia deri në kulm. Kjo mënyrë shkon drejt për drejt kundra mesimit e Krishtit. Ja që ka mëson Krishti për agjerim. Edhe kur të agjeroni, mos u mërolni por si shtira cakt, të cilët marrin një hije të randë në fytyrë për të treguar njerëzve se agjerojnë. Për një mend po ju thom undan veç me atë shpërblim. Ti përkundrazi, kur të agjerosh, përëroje kokën tënde, lëlaje fytyrën tënde, që të mos
e venre njerëzit se po agjeron, por ati yt që është në fshehtësi, ati yt që sheh në fshehtësi, do të të shpërblej. Jezusi thot, kur me agjerua, duhet me ba në mënyrë që mos me di tjerë sa agjeron, por me ba në fshehtësi. Dërsa në islam bëhet e kundërta, krejt bota duhet me ditë se ka agjerim, duhet me vune lajme e më tha njerëzve po agjeroj o çka po hjeki. Ata që nuk agjerojnë e nuk majnë Ramazanin, shikohen me përullësin nga tjerët, edhe në islam. Këta bën që shumë më duk se agjerojnë, por me hangër fshehtas, bëhet hipokresie rën. Kjo përqa familjet su thone atyre që nuk agjerojnë se janë jo besimtar e qafir, është e dëmshme shpirtnisht me agjerua në këtë mënyrë. Ky agjerim është qesharak, me qtua pesh e me shpenzua ma shumë ushqim gjatë agjerimit se kohën tjetër. Kjo është qesharake, por gruaja e një shoku tim ka qtua 20 kg gjatë Ramazanit. Në vetë se mu dopsua e me u dukt si supermodel, pas 30 ditë agjerimi, ka eksplodua në pesh. Se është në gop ton natën, e ka pushua ditën, e lo ke ma nervoz me burrin se ka qëtu alle peshtash. O sa vështirë do të jetë jeta në Ramazan. Mos me ba marrëdhënie seksuale ditën, por vetëm natën. Sa vështirë. A thua kanë papru hoxhat e legrat në iftar? O zot. Ma shumë fëmijë lindin natë muaj pas Ramazanit se gjatë kohë tjetër. Sa gjënojnë, nuk bajnë marrëdhënie ditën. Pushojnë tanë ditën me pa agjerimin e lehtë, atë në gopën natën. Unë nuk pres një musliman me më përhajrua Pashkt, festën e ringjalljes së Krishtit. Por, edhe me mjurua një musliman Pashkt, ai musliman kishte më muduk njeri mirë, por njeri ignorant i fort, se islami mohon se Jezusi ka vdek e ringjall. Atëherë, me më urua ai ringjalljen, ai mohon besimin e vetë, apo nuk është i sinqert me mua, sa i më uron diçka që se beson, nuk të regon sinceritet, unë dua me ke njeri i sinqert. Kështu edhe prifta tonë, pse me ju thanë Ramazanin e lehtë, e ju pranov sakrifica, kur e kanë kod se kjo sakrific është kundër mesimit e Jezusit. Këta prifta qeftojnë hoxhën, jo në darkë, por në iftar janë ignorant, apo nuk janë të sinqert se veprojnë me ju pëlqyë njerëzve në vend se me shpall të vërtetën që i pëlqen Zotit. Dëgjoni prifta, nuk jam kundra priftave të vërtet, por kundra priftave që njekin Judën e jo Jezusin. Një e dini sa shumë i dua priftat, e kom shumë miqësi me ta, por ju që veproni kështu si një priftat e Jezusit, nëse të vërtet beson si prift, se me njek Muhamedin të qonë në ferë, por u thua muslimanve, vazhdoni praktikat e Muhamedit, si iftarin, le agjerimin e rem gjatë Ramazanit, ti s'je mik i tyre, se nuk ju dëshiron shëlbimin që vjen vetëm në përmes Jezu Krishtit. Lere priftin, apo kalon në një sekt, bëju budist, rina një dru e bo, ham, se kështu kena në seminar, se s'ke pësua gjanë, se ke pësua teologjinti. Nëse të vërtet e donë muslimanin, duhet me keni si qert me ta, e më ju ofrua shëlbimin e Krishtit. Prifti duhet me veprua si Krishti e apostujt, me shpall të vërtetën për të mirën e shpirtrave. Nëse je prifti më vërtet, shpall të vërtetën. Nëse duhet për dashnin e popullit, bëju edhe martir. Si mundeni ju me shkrua për historinë e martirve gjatë kohës komunizmit e gjatë kohës turqve, e tash nuk u përgjani asë në një mënyrë, po thom të gjithë, shumë nga ju, nuk u përgjani asë një mënyrë,
Po ju kur folni për jetën e martirëve, duhet mu frymzuan nga ta, që me fliju jetën për të vërtetën e Jezu Krishtin. Unë vllazën dëshiroj me qenë sinqert, me vllaznit e mi musliman. Ju thom, nëse njekni Muhamedin, përfundoni në ferr, e sakrificat tuara janë të kota, janë mashtrim. Njekni Jezu Krishtin sa ju don, e ka alluru jetën për ju. Kja mesazhi im e dëshira ime për popullin tonë shqiptar. Amen. Forcën e madhe që ndresës njerëzore me dritën e qiellit